Ju e keni ndryshe, e keni si ajo telenovela Vitrinat. 1000 epizoda. A e do, as e do. A të do, as të do. Po si janë raporte? Ja. O zot. Po të ketë përgjigje s'vazhdon telenovela. Si do bësh ti, a e do, as e do. Ha? Se gjatë telenovelën të nuk ktheni një përgjigje nëse do pranoni vendimin e JKK për balluar. Unë është shumë e thjeshtë. Tash përgjigjem, atje në konferencë shtypje. A do merrni një fjalë në konferencë shtypje? Nëse do plotësosh këto 2 kritere. Jo, kriteret i kanë plotësuar gjithmonë. Jo. Ja, tani s'po e plotëson kriteret. Po thua hapni vendin se do hidhen prapë. Pse duhet biesh ti në sy gjithmonë me ulërim? Do bie në sy nëse kryeministria do kishte bërë një reagim që të tjerë, se çfarë mendon për vendimin e JKK-s, nuk do të pyesa fare për këtë çështje zot. Konferencë shtypi, merre fjalën, fol me etik edhe je rregull. Do ta marrësh përgjigjen për çdo pyetje që do të bësh, gjithmonë. Vetëm se duhet me etik. Nuk marr të drejtën e pyetjes asnjëherë. Nëse do të përmbush çdo 2 kritere, unë do thyej çdo rregull do ta jap gjithmonë drejtën e pyetjes. Por jo për miting, për pyetje dhe për të marrë përgjigje. Po e bëre këtë, jem rregull.